Përshëndetje të gjithë ju që na ndiqni në YouTube, ja ku vi me një video shumë praktike. 4 gabime që e mbajnë ankthin gjallë dhe në fakt shumica prej këtyre gabimeve bëhen çdo ditë nga ju, sepse në fakt jeni ju që mi keni thënë. Atëherë unë sot kam dalë në natyrë, mbrapa shpylli, jam këtu te baxha ime e punuar siç e shikoni, po shijoj paksa natyrën dhe po punoj online duke bërë këtë video dhe përgatitje për video të tjera në YouTube dhe në platformë gjithashtu. Atëherë, kur lexoni titullin 4 gabime që e mbajnë ankthin gjallë, ju shkon diçka ndërmend? Diçka që ndoshta bëni dhe ju? Reflektoni për disa sekonda dhe vetë reflektimi është punë me veten dhe filloj me gabimin e parë. Shmangja. Në fakt, ankthi nuk rritet kur përballesh me frikën, por ankthi rritet sepse vazhdon të shmangësh frikën. Ndoshta duket si një fjali paksa poetike, po është realitet. E dini se kush është problemi kryesor tek personat që vuajnë me ankth? Që bota avash avash bëhet më e vogël. Pse? Sepse ti mbas episodit të parë të ankthit, por jo vetëm, ndoshta vuan atake paniku, fillon dhe eviton ambiente, fillon dhe eviton persona, fillon dhe eviton të dalësh nga zona jote e komfortit dhe sa më shumë ta bësh këtë gjë, aq më shumë ka gjasa që ankthi ta zvogloj jetën tënde. Botën tënde që më parë ishte e hapur, e lirë, bëje çfarë të doje. Ose ndoshta dikur e shikoje frikën edhe në sy dhe nuk të bënte përshtypje. Ndërsa sot nuk e bën më këtë gjë. Dhe duke bërë këtë veprim, pra duke ndryshuar sjelljen, çfarë ndodh? Ndodh që sa më shumë të evitosh, aq më shumë do fillosh të evitosh me kohën. Dhe këtu siç e shikoni, kam zgjedhur një imazh tepër interesant, po e zvogloj pak figurën time. Kemi një vajzë që po ngjit shkallët, pse? Sepse nuk hipën dot në ashensor. Ka frikë të hipi në ashensor. Mendoni ju se duke evituar ashensorin largon ankthin? Ja që më tepër e ushqen. Pse e ushqen? Sepse truri mëson diçka. Truri merr një mesazh. Truri thot, ok, atëherë unë e shpëtova këtë. Bëra mirë që e trëmba. Dhe vazhdon të trëmbi dhe për situata të tjera, të panevojshme. Kështu është. Dhe prandaj ne e përkufizojmë si terapia e sjelljes kognittive. Sepse problemi më i madh në rastin e ankthit është që personat jo vetëm kanë mendime negative, por ndryshojnë sjellje. Që të thotë ju i bindeni ankthit. Dhe sa më shumë ta bëni këtë gjë, aq më tepër ashpërsohet ai, aq më tepër merr fuqi ankthi. Gabimi i dytë. Ja, kam edhe një imazh tjetër interesant. Kjo vajza që rrin në shtëpi ndërkohë që të tjerët shijojnë jetën normalisht. Të izoluar, të friksuar. Çdo sekond, çdo minutë, çdo orë duhet shijuar. Për sa kohë jemi të shëndetshëm. Dhe në fakt ankthi mbetet një çrregullim, nuk është sëmundje. Ku unë të them ty je i smur, rri në shtëpi. Jo, ankthi është një çrregullim. Dhe një nga mënyrat terapeutike kush është? Të mos e shmangësh. Bajini mend këtë. Gabimi i dytë. Kontrolli i tepërt i trupit. Dhe kjo përkufizohet si hipervigjilenca ndaj trupit. Kemi persona të cilët matin presionin e gjakut çdo ditë. Rrahjet e zemrës çdo ditë. Kemi persona që masin madje çdo ditë dhe temperaturën e trupit. Pse? Sepse ne duam kontroll të plot, mundësisht tek çdo qelizë e trupit ton është diçka e pamundur. A mund të kemi ne kontroll mbi trupin ton? Nuk mund ta kemi. Dhe kjo vëmendje selektive, themi ne, mund të shkaktojë dhe simptoma fizike. Pra ju duke u fokusuar dhe duke e çuar totalisht vëmendjen tuaj
tek shenjat e trupit ju ndjeni më shumë. Pse? Sepse truri rrit ndjeshmërinë dhe bëhesh fizikisht i mbindjeshëm. Kjo është një pasojë që do të thotë, e kam shpjeguar shumë thjesht edhe këtu, mbajeni mend këtë cikël. Vëmendja fokusohet shumë në trup. Truri fillon të skanojë çdo ndjesi dhe ndjesitë bëhen më të dukshme. Çfarë ndodh më pas? Që ankthi interpreton si rrezik dhe si pasojë ankthi rritet. Ky është një cikël vetë përforcues. Aty ku shkon vëmendja rritet ndjesia, shumë e thjeshtë. Të bëjmë një shembull konkret tani. Nëse për 30 sekonda fokusohesh tek rrahjet e zemrës, do vësh re që zemra rre më fort. Pse ndodh kjo? Sepse vëmendja jote është mbi të. Bëje një provë. 30 sekonda. Kemi dhe diçka tjetër. Gabimi numër 3. Të googullosh. Që do të thotë hysh në Google gjatë gjithë kohës për të parë nëse ke diçka të keqe apo jo. Çfarë ndodh? Kur ti ndjen diçka, dhimbje koke, po bëjmë një shembull. Hy në Google, frika rritet. Dhe ne përkufizojmë këtë fenomen si efekti nocebo. Besoj se keni dëgjuar për efektin placebo. Efekti placebo është kur ju merrni mund të themi një në thonjza ilaç, por nuk është ilaç. I thoni dikujt që ka dhimbje koke, pije, e pi dhe i kalon dhimbja kokës, por ai nuk ishte ilaç. Thjesht ideja që mori atë ilaçin hipotetik u qetësua. Ky është efekti placebo. Pra, efekti placebo është pozitiv. Efekti nocebo është negativ. Sa më shumë të googulloni në internet, aq më shumë simptoma do keni. Atëherë unë desha të bëja një shembull këtu konkret live tani. Unë do hy në Google tani dhe do shkruaj, ose ta bëjmë në ChatGPT? Hajde ta bëjmë në ChatGPT. ChatGPT. Duhet hy në Google. ChatGPT. Ne do i shkruaj sepse kam disa limfnote këtu mbrapa. Do i shkruaj ChatGPT, do i shkruaj tani. Ja tash. Chat. Kam disa limfonode mbas qafës. Çfarë mund të jenë sepse jam bërë merak. Më jep sëmundje të mundshme që mund të jenë. Të shkemi mirë çfarë thot. Atëherë, infeksione e para, virale, bakteriale, probleme me sistemin imunitar, lupus, artriti reumatoid, limfom, leuqemi. Nuk e di domethënë, një person që ka ankth dhe lexon këto gjëra e kap të merri. Apo s'është kështu? Shembulli konkret. Sapo pyetëm ChatGPT se e di që e përdorni të gjithë. Kujdes pra, e bën provën live. E katërta, të mendosh se ankthi kalon vet. A mund të kaloj ankthi vet? Dhe duhet ju kujtoj diçka, ankthi nuk është një periudhë e vështirë në jetë. Është një çrregullim psikologjik, një çrregullim emocional. Pra nuk është diçka që haj se do kaloj. Mund edhe të kaloj. Por nëse nuk e shikon që kalon, duhet të kërkosh ndihmë profesionale. Sepse e thash dhe përsëris, unë nuk kam parë persona cilët hajt se e kaluan vet. Nuk ka qenë ankth, kur flasim për ankthin konkret. Ka qenë një periudhë e vështirë në jetë. Ndoshta ke qenë në një periudhë të jetës, si pasojë e një situate të vështirë, në një gjendje të mbindjeshme, ku kishe frika të caktuara, por nuk ka qenë ankth. Ankthi generalizuar, etj. Atake paniku, etj. Mos t'i ngatrojmë gjërat, sepse dëgjojmë shumë vërdall që filani e kaloi vet. Nuk kalon vet. Ashtu si çdo problem tjetër shëndetësor, sa më herët që ankthi të trajtohet, aq më e madhe është mundësia që të kaloj më lehtë. Po dua, pse vërtet unë jam në video. Po bëj video për YouTube.
Po mund të presësh? Mbyll çik derën. Please. Po thret macën. Ky është fakt. Tani unë të gjithë ju që jeni këtu ju ftoj, kush dëshiron të bëj një vlerësim psikologjik nga specialistët që punojnë tek psikiatri.al, të gjithë të trajnuar, mund të çoj një mesazh në WhatsApp, vlerësim psikologjik orientues mbi gjendjen tuaj psikologjike. Zakonisht takimet për vlerësimet psikologjike i japim shumë shpejt. Dhe psikologët tona, të cilat janë të licencuara etj, të studiuara, të trajnuara edhe nga unë vet, do ju japin një takim, jam Acia, thirrri dua erdhi. Do ju japin një takim ku në të jo vetëm që bëjnë teste zyrtare, por dhe ju orientojnë se çfarë duhet të bëni që në fundit të jetoni më të qetë. Ju përshëndes.